të cilat I shikoj paksa jo më ndryshe, po e para një ka përshtypjen që ardhja e La Civitas këtu më shumë se sa për të bërë, le të themi, PR-in e Partisë Demokratike dhe të opozitës në përgjithësi ka qenë për të rregulluar një lloj marrëdhënie, nëse është e mundur që të rregullohet një lloj marrëdhënie midis Sali Berishës, sekretari I Partisë Demokratike, edhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra, unë gjithmonë e kam parë që në ditën e parë kur ai është prezantuar si lidhja tërësore për heqjen e non gratas. Pra ai sa është e mundur, domethënë që të ndikohet, pavarësisht se zoti Berisha e ka mohuar gjithmonë këtë histori, unë besoj se është kjo, le të themi, mënyra dhe qasja dhe arsyeja kryesore për të cilën La Civitas është në Shqipëri ose e atashuar pranë Partisë Demokratike. E dyta, edhe për të krijuar një ide frike ose më mirë me thënë shqetësimi tek kundërshtari politik, te zoti Rama, dhe këtu në këtë pikë unë besoj se qëllimi është arritur. E kam vërejtur domethënë shpeshherë që zoti Rama jo pa nevrozizëm e ka le themi, nuk e ka përtypur do të mirë faktin që një personazh si La Civitas I është afruar Partisë Demokratike, madje në shpeshherë ka përdorur dhe shprehje vulgare, si për të thënë domethënë që çfarë është ky, por ne e dim fort mirë të paktën çfarë lexojmë që La Civitas nuk është një personazh do si do, realisht është një person domethënë me fuqi lobiste dhe politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë pranë Departamentit Amerikan të Shtetit, shumë pranë le të themi Trumpit dhe republikanëve, por nuk besojnë bot ashtu sikundër dhe Ibseni e tha pak më parë që ai mund të vi këtu dhe ta kthejë domethënë ta bëjë zezën të bardhë ose të bardhën zezë anasirtas. Sipas vendit bëhet kuvendi, I thonë një fjalë shqipe, nëse ti vjen domethënë në një vend ku le të themi ka fatësirë totale, është e pamundur që ti të nxjerrësh edhe një gocë uji. Kështu që edhe në rastin konkret unë nuk e shikoj historinë e Partisë Demokratike dhe fitoren e mundshme të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit tek fakti a është La Civitas këtu dhe për ta organizuar këtë histori apo jo. Shqiptarët më 11 maj për logjikën time nuk do duhet të votojnë opozitën, po duhet të ndëshkojnë një qeveri që ka 12 vjet që I vjedh. Unë nuk shikoj sa I bukur apo sa I pashëm është krau opozitar që nesër mund të vinë në pushtet. Unë shikoj se sa po më dëmton, sa më kanë dëmtuar, sa do më do, edhe për çfarë arsye duhet që të lejoj akoma një qeveri, për mendimin tim, shumë modest, më e korruptuar që ka pas ndonjëherë ky vend, ndoshta që nga 1912-a. Kështu duhet ta shikojmë historinë. Dakord, avokat, po ngacmove kur the kur është thatësirë totale nuk ka çfarë të bëjë La Civitas. Tani mendon vërtet se PD-ja është thatësirë totale me gjithë të koalicion? Në raport me sondazhet, unë nuk jam aq miop dhe entuziast pa gjë, pa të, unë doja shumë, sapo ta thash, që këtu të kite një rotacion, me zi e pres që këtu të kite një rotacion, sepse shqiptarët nuk duhet të shikojnë se kush është në krye të opozitës, por duhet të shikojnë sa dëm I ka bërë Edi Rama duke qenë aty ku është. Pra, kështu duhet votojnë, kështu duhet shikojnë shqiptarët, kurse mua më bën çudi fakti që ne vazhdojmë akoma domethënë të kërkojmë tek opozita që të jetë një opozitë perfekte. Nuk ka qenë opozitë perfekte, ka luftuar fort kundër njëri tjetrit në 3, 4, 5 vite. Ne Ibseni I pari aty ka qenë dhe është munduar me gjitha mënyra që aty të rregulloj sadopak dhe në mënyrën e organizimit të asaj opozite, diku më shumë e diku më pak, le të themi është arnuar, le të themi, nuk është ajo opozitë cilën ne ëndrrojmë që të kishim, sepse po të ishte ashtu nuk do të bënin këtilla biseda, po do thoshim a iku Rama apo jo, pra do ta kishim fakt më këtë gjë. Po unë po të cytem për te kësaj, unë po të cytem se po merremi akoma sa e mirë apo e keqe është opozita, kur si do qoftë kjo, sa do qoftë e keqe kjo opozita, kjo në fund ditës mua nuk më vjedh. Pra nuk më bën dëm. Kurse ky zotëria që ka 12 vjet në pushtet, më vjedh ditën për diell. Çdo ditë që fali Madhi Zot, ky njeri mua më vjedh, kjo qeverisje. Atëherë për çfarë arsye shqiptarët do duhet që ta votojnë prapë. Kjo është pyetja më e madhe që duhet ndërmerret përpara se të shkohet tek kutitë e 11 majit. Zotëri, ke një qeveri më të korruptuar që ekziston në një herë që ka pas ky vend. Me kryeministër, me ministra, me drejtor, minimalisht 200 personazhe, drejtor, ministra, ish-ministra, të cilët janë ose në burg ose në nënhetim nga spaku. Tani çfarë dreqin, në çfarë vendi jetojmë neve që prap do duhet që të votojmë të njëjtin qeverisje. Domethënë do të thotë që tu pastaj duhet të ndryshojmë popullin, jo më qeverisjen.
element të dorës të Lacivides në këtë prag fushate, shikon avokat, nuk ma the. Koma s'ka fillu. U shikoj për te oqeanit, jo këtu. Vërej dhe më thënë që ka një qasje pozitiviste ndaj Partisë Demokratike, jo ati ku është shpresuar shumë nga funksionarët Partisë Demokratike se mund të arrije vinte një letin zhvlerësimi non gratës shumë shpejt. Unë besoj i lirë se non grata ndaj zotit Berisha do të hiqet. Është një akt administrativ politik dhe do të hiqet. Por, mënyra më e mirë dhe më e shpejtë do të ishte që para apo pas zgjedhjeve? Kur do të hiqet? Para apo pas zgjedhjeve? Në qoftë se Partia Demokratike dhe Berisha vinë pushtet, ajo non grata është automatikisht e rënë. Nuk ka nevojë fare për Berishës si duhet para heqja apo pas? Në qoftë se do vinte para, do ishte një qershizm mitor për opozitën, po unë nuk e besoj këtë histori, pa çka se e dëshiroj. Fiton nëse hiqet përpara? Frymëzon demokratët, ndryshon klima? I jep një start shumë të mirë moral qytetar opozitës, por unë e theksoj edhe një herë tjetër. Shqiptarët nuk duhet shkojnë përpara kotive të votimit në datën 11 maj, a është Sali Berisha non grata apo nuk është, çfarë do bëhet. Duhet të shkojnë për të parë